Pjesëmarrja e Kosovës në një nga forumet më të rëndësishme globale të sigurisë u shfrytëzua nga kreu i ekzekutivit për të forcuar pozicionin diplomatik të vendit dhe për të thedhuar dialogun me partnerët ndërkombëtar. Gjatë qëndrimit në Munich, kryeministri Albin Kurti zhvilloi një sër takimesh dypalëshe me zyrtar të lartë të vendeve europian dhe organizatorë ndërkombëtar, ku diskutuan zhvillimet politike, ekonomike dhe të sigurisë në rajon. Në fjalimet dhe bashkëbisedimet e tij, Kurti theksoi se Kosova ka bërë hapa të qëndrueshëm drejt forcimit të institucioneve demokratike dhe konsolidimit të shtetit ligjor. Ai prezantoi arritjen e deritanishme të qeverisë dhe objektivat afatmesme dhe afatgjata që synojnë zhvillimin ekonomik, rritjen e mirëqenies dhe integrimit më të thellë euro-atlantik. Duke u referuar tematikës qendrore të konferencës, e cila trajtoi sfidat dhe rreziqet globale, kreu i qeverisë ndaloi veçanërisht në pasojat e luftës në Ukrainë dhe ndikimi i saj në arkitekturën e sigurisë në Europë. Sipas tij, këto zhvillime kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë mes shteteve demokratike dhe rritjes së kapaciteteve mbrojtëse për të parandaluar destabilizimin e mëtejshëm të rajoneve të ndjeshme. Kurti theksoi se Kosova mbetet një faktor stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, duke nënvizuar se vendi nuk përballet me kërcënime të brendshme serioze për sigurinë. Megjithatë, ai paralajmëroi për sfida që vijnë nga veriu, duke u bërë domosdoshme investimi në rritjen e profesionalizmit dhe pajisjeve të strukturave të sigurisë. Në këtë kuadër, pushtohen përpjekje për forcimin e policisë dhe ushtrisë me partneritet dhe aleat evropian. Nga Munich, kryeministri përshëndeti edhe vendimet e Kuvendit të Kosovës për miratimin e marrëveshjes ndërkombëtare financiare, duke bërë të ditur se janë siguruar mbi 1 miliard euro mbështetje për projekte zhvillimore. Ai u shoqërua në këtë aktivitet nga Klau Kofnjutska dhe ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci, duke paraqitur një përfaqësim të plot institucional të Kosovës në këtë forum të rëndësishëm.